Okej, Dhurata Dora featuring Gjesti Gasolina. Dhurata Dora nashta është artistja ma perfekte për një label. Kështu jo pse është ajo artistja që bën ma shumë zhurmë, jo pse e shet çdo ditë në portale, po pikërisht për të kundërtën. Domethënë, kur s'është tu bë muzikë rrallë hernin për të, nuk ka nevojë me qenë gjithmonë pjesë e naj drame, naj debate, ose naj momenti viral jashtë muzikës, krejt çka lidhet me të, lidhet me muzikë, lidhet me këngën, domethënë. Ngomni, para se me vazhdu, faleminderit Delta Grupit, rrjetit pompave me 21 pika në krejt Kosovën. E po ashtu Postës Easy, posta ma kredibile në Kosovë, top customer service edhe super shpejtësi ndërgesa. Dikush si Dhurata në industrinë e sotit është për jema kogja rerë, kogja rallë, për shkak se nuk arrin me post njëjtin momentum si Dhurata kur bojnë këngë nëse nuk jenë të bosan e tjera ndërkohë. Dhurata e ka kuptu shumë herët një sen, nëse dënë me dal jashtë tregut shqiptar nuk mundesh me menu veç si artist shqiptar, duhet me bu muzikë që funksionon edhe kur dikush nuk e kupton gjuhën. Edhe që kjo është nashta sensi ma i madh që e ka ajo në skenën tonë. E ka një vanohatje shumë të mirë për hitën ndërkombëtare, nuk e ka atë ambicjen me qenë gjithmonë, si me thonë, mbretëresha, kryesorja e tregut lokal. Menoj që krejt struktura e mendimit sa i lidhet për tej ambientit lokal, për tej Kosovës. Gasolina është pikërisht në qatë linjë, do me thonë. Fakti që kënga kur ka dal, i ka pozitat shumë të nalta në trending kështu globalisht, kena 19 mas 2 dite kur dul te top 100 muzikat trending globalisht. Menoj që është rezultati një formule që Dhurata e njeh shumë mirë. Me pas tingullin e kapshëm, refrenin që të metë dhe një farë energjie që funksionon. Mirë po pastaj e kemi pjesën tjetër të ekuacionit që është Gjesti. Nëse në vetë një mu, Gjesti përfaqëson domethënë gjithçka çka unë nuk pëlqejnë muzikë. Gjesti e ka një qasje të bazuar me shumë moment, në impuls edhe në atë energjinë e internetit, domethënë ku shpesh vlera matet me sa shpejt po depërton te publiku një këngë. Mirë po problemi me shumë artistë, ku më thonë edhe më herët, është që tentojnë me ushqit diçka që nuk janë. E Gasolina nuk e bën që të gabim, nuk menoj që e bën për qëron, e kitë këngë kur s'ko mu kthy me ngumo. Mirë po, kjo këngë nuk është që po del me pretendimin që dën me ndryshu muzikën shqiptare, nuk po mënohet me qeni deklarat artistike, nuk po mënohet me tregu në i varë historie, është një këngë vere, është këngë për kere, për klubet natës, për njerëz që dojnë diçka që funksionon në qatë moment. Edhe kur një këngë e pranon çka është, do me thonë, shpesh funksionon shumë ma mirë se sa diçka që është pretentious, që mënohet me konë diçka që s'është. Këtu Gjesti edhe mundet me pas kuptim, sepse që ajo energjia vetë që në shumicën e rasteve mu personalisht më duket e teprume, me një këngë tillë po bëhet okej, po integrohet si pjesë e formulës, nuk ka nevojë me frenu shumë vetën, sepse kënga pikërisht qita e lyp, do me thonë edhe qita munohet me përfaqësu. Në anën tjetër, tash kur folim për Dhuratën, është ajo që e mon këngën binar, me qatë eksperiencën e vetë edhe gjuhën artistike, gjuhën trupore që e ka melodinë edhe atë ndjesin që kënga nuk është bo veç për Shqipëri e Kosovë, po për një publik ma gjanë. Me një farë mënyre, Gasolina është një farë përputhje, një farë përplasje dy gjeneratave, është një artiste që e ka ndërtu karierën të menu ndërkombëtarisht, edhe një artist që është produkti një kohë ku publiku lidhet ma shumë me personalitetin, momentin edhe energjin. A është që kjo kënga që ka me ndryshu në i thënë, jo. A është këngë që ke mengu mas 10 vjete me shumë gjas, jo. A është këngë perfekte për momentin ku ka dal, a është qajo që ka pretendon me konë, absolutisht po, edhe nështë që kjo është arsyeja pse menoj unë që funksionon, sepse jo çdo këngë duhet me qenë revolucion, se shumë shpesh keq interpretonan që të thënë, disa këngë thjesht duhet me qenë për qatë moment, për qatë minut, me pretendimin që me qenë hit, do me thonë, bohen edhe Gasolina e din shumë mirë çka është, edhe nështë që kjo është pika e saj ma e fortë. Për ndryshet, qikat, s'kom që ka thëma nej për këtë këngë, unë jam burim pacolli mos harroni me që ta më në gjeni në këtë platforma.